Grupi parlamentar i Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Kabineti Qeveritar mblidhen sot në Pallatin e Brigadave në një takim të përbashkët që nis në orën 11. Mbledhja do të hapet nga kryeministri dhe kryetari i PS-s, Edi Rama, i cili pritet të përcjellë mesazhet politike dhe orientimet për agjendën e javëve në vijim. Në fokus do të jenë raportimet e 10 ministrave mbi ecurinë e projekteve dhe prioritetet e dikastereve që drejtojnë, ndërsa në përfundim, fjalën do ta mbajë kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla. Përtej raportimeve qeveritare, vëmendja kryesore e kësaj mbledhjeje pritet të përqendrohet tek qëndrimi që mazhoranca do të mbajë në seancën plenare të 5 marsit, lidhur me kërkesën e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për autorizimin e arrestimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Socialistët pritet të vendosin sot linjën zyrtare që do të paraqesin në kuvend, ndërsa opozita ka dalë hapur pro heqjes së imunitetit të saj. Çështja ka krijuar ndasi të forta politike dhe pritet të dominojë diskutimet e tryezës së sotme. Në mbledhjen e 23 shkurtit të Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, përfaqësues të Partia Demokratike e Shqipërisë u shprehën në favor të autorizimit, ndërsa socialistët argumentuan se masa aktuale e pezullimit është e mjaftueshme dhe nuk pengon hetimet. Kreu i SPAK, Klodian Braho, dhe prokurorët e çështjes kanë kërkuar heqjen e imunitetit duke pretenduar se Balluku ka intimiduar dëshmitar dhe se ndaj saj rëndojnë akuza të rënda. Vendimi final i kuvendit do të jetë përcaktues për fatin politik dhe ligjor të saj, ndërsa fati ligjor për shqyrtimin e kërkesës është 3 muaj.